gatuajmë tani? Fillojmë të pureja? Pureja, le të zëjmë produktet, sa o me delikates, sepse marrë dhe pak kohë Pure televizive. patatesh. Kemi zirë patatet, Albana Imeri kemi qëruar për t'i kthyer ato në pure, do t'i sillim në një formë shije shumë speciale për gjithë familjen. Shohim së bashku njëherë çfarë na duhet përveç patateve për ta përgatitur një recetë të thjeshtë. Shohim produktet. Duhet i shtypni mirë që të mos ketë kokriza patatesh. Kemi 100 ml pana, 100 gram sheqer, 4 të verdha vezësh, 100 gram djathë kaçkavall apo edhe krip për të rregulluar shijen. Pure patatesh me vezë dhe pana. Siç e shihni tani, patatet për të zbutur mirë, shtypur mirë, varet si kanë zier ose në rende Direkt? që po e ne. Janë të nxehta, ëh? Në rende. Direkt, ja. Nëse unë kam dorezën dhe patatja është kaq e nxehtë, është e kohë që vendosim doreza. Po, e vërtet. Duhet Doreza të të kemi nxehtësi? kujdes nga pjesët Po. përbërëse të çdo produkti që prekim, që veshim dhe që punojmë. Nxehtësia e patateve me plastikën e dorezave sigurisht që nuk është një kombinim i dur. Pra, bëra dhe grirjen e patates së fundit. Aty e mbajmë edhe ndoshta për kaçkavallin në renden. Sikurse i pak duart. Gjalpin e kemi në kushtet e ambientit, është i butë, përsëri pak vezë dhe pana, kaçkavalli që jep dhe një shije të mire. Shtoj djathin sërish në rende. Më duhet patatja e nxehtë edhe djathi i tillë që të filloj shkrirja. Nuk më duhet i butë, nëse do më duhet i butë do të përdorja mozzarella ose gouda. Po. Djathi picës, jo. Djathi tostit, jo. Sepse dhe pica përdor djathin e butë. Janë shumë Dhe të butë për këtë recetë. ja ku e largoj dhe Kalojmë tani në një proces të tillë, i kaurdisim pak. pra i lash të Merë se mos të duhet për vezët. kam 4 të verdha vezësh. Kam kripën. Sikurse kam dhe arë muskat ose arë myshk. Deri këtu do bëj një përzierje. Kjo s'ka nevojë për tavë, do ta gatuajmë direkt në tigar. Direkt. Do të shtoj panën, edhe pak ujë onikët lutem. Ja, ma hedh këtu, ma hedh direkt këtu, direkt. Rosh. Krahasoj mirë. Nëse unë dua, dhe jo nëse unë dua, i shkon shumë mirë edhe koperi. I shkon që do t'ja shtoj më vonë. I ullë nxehtësinë. Mua më thonë që kemi dhe 2 minuta. Për 2 minuta shumë në rregull jemi. Mbyllim edhe e tregojmë ndoshta të përfunduar deri në mbyllje të rezes për sot. Gjithsesi receta do jenë edhe të postuara në YouTube-in tonë, në kanalin Reze Dielli. Shtojmë aty vezët. Edhe pak ose fare ujë sërish. Vezët, pana, shtuam këtu. Pra, nuk është një pure e thjeshtë që bëjmë në me lëngun e mishit. Pra? Apo me qumshtin, kemi shtuar më tepër produkte.
sepse e përdor veriu, është një gatim i veriut, i Gjakovës. Ky trazimi e përhap më mirë tani edhe aromat, edhe vezën, panën gjithashtu e bën të njëtrajtshme brenda të gjithë masës së puresë, duke e trazuar, duke e kaluar në këtë temperaturë të sobës. Edhe sërish derisa Në Spanjë ndërkohë nuk po e hap kapakun, sepse dihet që me hapjen e kapakut do të ndikojë pastaj te fryrja, tek fryrja e vetë brumit, por është në rrugë të mbarë, ka filluar të mpikset edhe të piqet, marrë një ngjyrë të kuqëremt, më të kuqëremt se sa kjo pamja e puresë së patates. Tani, ashtu ta lëmë edhe pak minuta, apo jo? Edhe pak, fare të lutëm edhe koperin e mbarova. Edhe koperin brenda të grim koper në një pjatë të servirur. Kemi aty koper, po. Masën e gjalpit. Se e mban akoma më të butë nga fundi, se i jep edhe atë aromën e mirë të gjalpit. Dhe disa gjethe. Jep ma koperin këtu? Si shkon në shije, i thyem pak edhe ngjyrën. Ja shtojmë tani në fund fare. Opa! Kujdes, po ç'pas ke kështu sot syri? Po ç'pas? Sot syri ka shku të ret. Direkt, kemi do një truk në, por presim. O, mirë, i këta trazoj unë tani, të trazoj unë pak të? Ja, trazoj. Të lutem urgjencën, të lutem. Ja, përfundoj dhe pureja, do merrem pak me gishtin tënd tani, dhe bashkë do të shihemi pas pak me tematikat që u anoncuan për përbërësit kimik me cilën ndeshemi për ditë dhe këshilla praktike në fushën e kujdesit higjenik të shtëpisë. Falenderoj për recetat. Edhom. Ta shoh pak gishtin më?